Nga bujtinat, hotelet, apartamentet, agroturizmat, restorantet, kafenet, klabet, deri tek stacionet e plazheve apo aktivitetet ujore, të gjithë do të jenë në lupën e administratës tatimore si pjesë e një plani për kontrollet në sezonin e turizmit për këtë vit. Plani me 8 pika i administratës tatimore synon të rrisë numrin e bizneseve që paguajnë TVSH-n apo tatim mbi fitimin, duke goditur evazionin fiskal dhe bizneset që operojnë të paregjistruara. Po kështu do të ketë kontrolle mbi deklarimin e shfrytëzimit të hoteleve deri tek verifikimet për punonjës të padeklaruar apo tek paga jo reale. Për të goditur evazionin, tatimet do të marrin të dhëna nga platformat Booking, Airbnb për verifikimin e çmimeve që ofrojnë strukturat akomoduese, pra nëse deklarojnë çmime reale për dhomat e tyre apo jo. Tatimet thonë se këto masa ndërmerren për të ulur informalitetin në sektorin e turizmit dhe do të shtrihen nga strukturat akomoduese të hotelet, baret, restorantet, agjencitë turistike dhe mjetet e transportit ujor. Në plan, thuhet se do të përfshihen në këto kontrolle të gjitha subjektet me NIP, ata që janë identifikuar nëpërmjet Booking apo Airbnb, si dhe ata tatim pagues që janë të regjistruar në Ministrinë e Turizmit ose që kanë marrë fonte nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural. Në kuadër të zbatimit të këtij plani, administrata tatimore do të nisë njoftime drejtuar tatim paguesve të këtij sektori në platformën e-filling për informim të menjëhershëm. Më pas do të vijohet me kontrolle të detajuara për subjektet me risk dhe më pas me verifikime në terren për deklarimet e subjekteve.